Cili është roli yt në organizimin e protestave në Toronto? Tani, unë shiko si ka nisur sepse është shumë interesante, nga që personalisht nuk kam pasur kur një interes për t'u marrë me parti ose për t'u marrë me politik, nuk është se kam pasur kur një informacion të cilin mund ta shfrytëzoja më pas për të bërë politik. Por që prej ndodhjes së ngjarjes në Zvërnec, ngjarjen që ne e njohim shumë mirë, tërheqjen zvare atij qytetarit nga policia private në sy të policisë së shtetit, unë jam revoltuar shumë, një revolt shumë e madhe personale, e cila sinqerisht më ka ngritur qimet e krahut, domethënë aq revolt e madhe ka qenë për mua. Por akoma revolt edhe më e madhe ka qenë indiferenca që ka treguar media shqiptare përballë kësaj ngjarjeje, e cila solli brenda meje një zjarrllëk adhetarizmi shumë të madh, dhe mendova se kontributi më i mirë që mund t'i jepja unë në këtë largësi të madhe që kisha me atë dheun tim, do ishte të bëja një postim te grupet shqiptare në Toronto dhe në Kanada, në të cilin të njoftoja për një protest. Mendova t'i lejoja vetes time një javë kohë për përgatitjen e kësaj proteste, duke marrë parasysh marrjen e lejes, instalimin e fonis ose blerjen e këtyre pajisjeve të audios. Dhe pasi bëra këtë postim, dy vajza shqiptare të Torontos më shkruajtën mesazhe private, duke më lajmëruar se dhe ato domethënë kishin të njëjtën indinjim si dhe unë, edhe donin me patjetër që të bashkoheshin me këtë nismë që me sa duket unë isha i pari që e nisa, por nuk isha i vetmi që e mendoja. Dhe për këtë më bë shumë qefi sepse që në atë moment nuk u ndjeva më i vetëm, por e pash që komuniteti shqiptar, ndryshe sa kisha parë deri më këto 3 vite, është shumë ndryshe dhe janë pro adhetarizmit edhe janë shumë të përkushtuar ndaj sjelljes së një ndryshimi pozitiv për Shqipërinë. Dhe besoj se e kryem me shumë sukses këtë misionin ton, sepse përpos organizimit që bëmë në qytetin e Torontos, ne gjithashtu në prapaskena lajmëruam shumë media edhe kontaktuam shumë njerëz të famshëm edhe bëm postime të caktuara, dokumenta, deklarata përballë institucioneve qeveritare të Torontos, edhe gjëra të tjera të cilat i dhanë zë protestës së Torontos, por gjithashtu ju thanë shqiptarëve të Shqipërisë që hey, shiko, 8.000 kilometra larg nga Shqipëria, komplet në një orë tjetër, janë këta shqiptarë që janë mbledhur dhe po protestojnë për të kërkuar transparencën, për të kërkuar drejtësinë, për të kërkuar një Shqipëri më të mirë në fundit.